Përshëndetje shikues, mirë se vini në Public Enemy, ku sot kemi një të ftuar që nuk mund t'i shmangë debatit me një nga sloganët më karizmatik që kemi dëgjuar, beso vetin, voto Tedi. Përshëndetje Ted Kompliku, faleminderit që jeni. Një zot kritik shpesh i rrezikshëm për politikën e vjetër. Tedi Kompliku, një ndër figurat e reja dhe më karizmatike të Partisë Demokratike, i cili kandidon në Shkodër në listë të hapur përballë ndoshta mund ta themi në krah të Bart Spahis dhe përballë Benet Becit, Tom Doshit dhe shumë figurave tjera. Mos harron që ka edhe një listë me gjatërinj, që mbase nuk janë konsoliduar në politik, por mirë se ka erdhë. goxha mirë se. Mirë gjithë. Unë me marrë atë që tjetër. Dhe pjesë e rrezikshme për punën e shoh vendin edhe filozofinë temën po grupi që ne bëjmë si grupim, thënë politik vitet e fundit, unë shoh më tepër si shpresë për brezin e vjetër, sepse ne kena si filozofi të bëjmë politik lidhje me disë brezave. Pra, me marrë më mirë në asaj që është bë, dhe me përmirësu aq që ne më bëjmë më mirë si brez i formum, i studium në një periudhë krejtësisht tjetër, një kontekst krejtësisht tjetër historik dhe politik. Dhe kjo nuk bën rrezik për brezin e vjetër. Pra, unë nuk jam për atë konfliktin artificial i vjetër i ri. Unë besoj që të vjetrit kanë eksperiencë dhe kanë vendin e tyre në politik dhe të rive duhet të jepet mundësia me bë politik. Jo domosdoshmërisht me ushtru tapetin kuq për mi hap rrugë të rive, që është e shprehur nuk më pëlqen sepse një njeri nuk meriton të mund të tillë nëse pret me hap rrugën tjetër. Po kush është Tedi jashtë politikës edhe jashtë opinionit publik që jeni mësuar, mos harrojmë edhe faktin, po nëse kthehemi pak cilisë tuaj politike, një njeri arsimuar jashtë, pastaj kthyer në atë djepin e kulturës në Shkodër, çfarë mund të themi për te asaj që ne njohim? Atëherë, Tedi është politikës ka filluar me harrullë vetë, sepse politika është bë pjesë e jetës time shumë herë dhe sot është bë pjesë dominuese e aktivitetit tem e mendimit tem, bile dje nërkohë që isha kryeministre, sepse të mos pas nuk mundem me një klajm aktivitetet tona lënë më të kundërshtare, dhe pa edhe një reflektim tillë në raport me jashtë politiket. Nërkohë që përshifsha fjalimin ishte hera parë në 20 vite që nuk më isha marrë revolt për anët guasken e të venumenit politik, po isha të një revolt njerëzore kundër një personi që presupozohet me kenë një parë i një shoqënie drejtuesi kryesor i qeverisë, në mënyra se si i flite qytetarëve. Pra, ky reflektim po e them për me tregu që në një farë mënyrë jam shumë i mbyllur në guasken e të venumenit e të veprumit në politikë. Tedi është politik, ka një aktivitet që po praktikosht në politikë, siç është shkollimi. Unë kam bërë studime në ligjerin e ndërtimit, mbrapa kam punuar në sektorin privat si menaxher, mbrapa kam punuar si asistent parlamentar në kohën që nëna ime po kanë 2 vite deputete e Parlamentit Shqipërisë. Kam punuar si inxhinier ndërtimit në disa projekte për shpëtimin nga zjarri, po kur nuk u bë pasioni jam shkolla e inxhinierisë ndërtimit, dhe mbrapa kam një Francë, një farë mënyrë me fillu nga zero studime, fillimisht gjus për me mësua në fortë frëngjisht, sepse s'disha si fjalë, dhe mbrapa me bë 3 vite instruim marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime nga inxhinieria dhe marrëdhënie ndërkombëtare. S'ne që ka përcjellje më. Po, është besoj që është historia shumë të rive në Shqipëri, po jo vetëm të rive, po mundësia me një pasionet në vendin e tyre, mungesë meritokracie, mungesë cilësie, dhe në rastin tem ishte mungesë cilësie dhe meritokracie në jetën kohë. Inxhinierimit ishte ajo dega studier që të kesh një profesion që t'jep me hangër. Realisht unë isha i mirë edhe në matematikën fizikë si student, por pasioni im ishte letërsia, me shkruaj, historia, politika, sidomos shumë herë do të Ka mbaruar një test me çfarë edhe kur thoshë këtë ide nga prindërit mi, pavarësisht se prindërit kanë shumë liberal, domethënë për sa i përket zgjedhjeve që kam marrë, gjithmonë thoshin si ta marrin mendje për çfarë më bë, ose për shkak ka plot juristë, ka plot ekonomistë me shkenca politike. Që përmendë në fillim në tuaj, sa ka ndikuar pjesa e qenieve deputete në promovimin tuaj politik? Atëherë, me keni sinqer, nuk mund të them zero grade, sepse gënjejnë qofse, se si do me kenë të fakti që je djali një deputetit, pa tjetër që tërhek një vëmendje dhe një kuriozitet
tjetër ma që kishe tërhek sikur të mos ishe. Gjithsesi në ana jeme nuk është një politik banë në fill, bën pjesë të bota akademike, ka bërë pjesë të bota akademike dhe pjesë e listave të mbyllur në atë kohë, e vetë pozicionume, po kanë më tepër me tregu, si më thanë atë intelektualizmi e listës, pra po kanë me zbukur si garnitur e listës, madje ne nuk e dishim që në momentin që i largohet në Ishte shkruar, a? Ishte shkruar. Patjetër që unë besoj gjithçka ishte shkruar për mendimin tim. Dhe pra largimi i Vojtana dhe drejt Bashkisë Shkodër lirë një vend, thosë një vend, pra ishte si surprizë deri ku banoi. Dhe aty unë mora kënaqësi e të bënunit asaj gjë që nuk kisha pasion. Po largimi Benet Becit do thotë në zëvendësim me Tedi Kopliko. Jo, se besoj sepse unë e shoh veten shumë në parlament dhe do kem, si më thënë, objektivi jemi prej vitesh në shkollë në parlament, sepse aty besoj që mund me dhënë maksimumin tem si formim politik, si model politik, se sa me drejtu një bashki e cila në mendimin tem ka një eksperiencë më të madhe nga ajo që kam unë, e para dhe e dyta, besoj që Partia Demokratike ka shumë personalitete për të pas kandidat në një dënim Benet Becit apo një finalizim të mandatit i 2 vite më. Të kthehemi pak tek ajo që ne e njohim më mirë, lufta ndaj korrupsionit edhe një nga institucionet më të zjarrta ndalisht është SPAKU. Pse vetë ky institucion po godet më shumë opoziton dhe jo pushteti lokal? Çfarë mendon? Kush do të ishte opinioni jot më Për mua, padorashëm? për mua shqetësimi më i madh në raport me drejtsinë është se nuk është dënuar asnjë krim elektoral dhe sot që jena para zgjedhjeve elektorale mua nuk më shqetëson. Është qëllim pëshme apo është çështje frike? Patjetër është. Ajo që ne kena denoncuar prej poshtë që SPAKU është një farë i kapur prej një konjunkture që drejton edhe shtetin shqiptar. SPAKU ka goditur edhe majtas, po asnjëherë për ata që ata kanë bërë. Dhe asnjëherë nuk ka guxuar me një këto rrugë që çojnë gjitha, si do të shpreha, gjitha rrugë çojnë në Rom, në Shqipëri gjitha rrugët e krimit çojnë në Ranë. Dhe asnjëherë nuk ka guxuar me shku tek dosjet që çojnë në mënyrë të pashmashme tek Ranë. Dhe sot goditja e opozicës, patjetër, ka 3 liderat kryesorë, pra lideri i forcës fare opozitare, i forcës 2 opozitare dhe i forcës 3 opozitare, ose janë dënuar ose janë në hetim. Dhe kjo nuk është rëndësi, në shumicën e rasteve pa fakte janë hapur proceset dhe unë besoj që ka dyshimi më të vogël te kjo drejtësi. Por ka një problem që nëpërmjet propagandës dhe nëpërmjet gjitha mekanizmave që shitet kjo drejtësi, kjo është një drejtësi e preferuar ose e pëlqyer prej popullit. Quhet kështu dhe ne si profesorë të opozicës kur e kritikojmë drejtësinë, na thonë se ka mundësi që ju e kritikoni kur populli e don. Po populli do të edhe në 46-ën drejtësinë popullore. Populli nuk është mas me thënë a funksionon apo nuk funksionon drejtësia. Nëse ti do të ishe një prokuror i parë, kush do ishte personi i parë që do ftonin për ta marrë pyetje ose për ta vendosur përgjegjësi. Po penduarin numër 1 që kisha dashur të kem, që është Rama, i cili do të kishte dhënë një shpjegim për ta që kanë këtu. Por se di domethënë kush kishte qenë i parë që do kishte intervistuar. Përveç se Ramës, ndoshta kush mund të jetë ai politikan që është mbi ligjin? Sot aktualisht në Shqipëri? Me ligjin edhe me gjitha për mund duket Ramës sinqerisht. Ai është single. Për mua është single one, është one man show. Shumë one man show i... Po banda, çfarë ndikimi kanë në zgjedhjet? Nëse ne do flasim për Shkodrën, është një ndër qytetet që ka pasur problematikën më të lartë për sa i përket ndikimit të bandave në zgjedhjet lokale. Si mendoni ju, e para, a do të kenë ndikim dhe në këto zgjedhje? E dyta, a do të veprojë SPAKU mbi bandat cilët në një farë mënyrë, nëse ju thoni që Rama është mbi ligjin, nuk kam përshtypjen që është kryer një opinion i përgjithshëm në Shqipëri sikur bandat janë mbi Ramën. Pra mendoni se bandat do të kenë ndikim, SPAKU a do t'i godas? Atëherë, unë mund të shoh që aktivitetin tim politik me njoh shumë ish funksionar edhe të Ministrisë së Brendshme, drejtues policisë në shtetin shqiptar dhe kam të dëgjuar diçka interesante. Thotë në momentin që ne na shkojmë pushtetin, pra momentin që shifet që shteti ka seriozisht, ata janë të parë që reaguan. Pra, jo vetëm që goditen me qetësim më të madh, sepse edhe ai funksionari i shtres më atut një hierarkin e policisë shtetit e Ministrisë së Brendshme, edhe ai e kupton që shteti e ka seriozisht.
dhe ana tjetrës kur shteti është në marrëdhënie ose në sullimin e bandave, po pra noi politik i fundit e kuptojmë situatën. Sot ka një fenomen negativ që e famë, nuk ka asnjë krim zgjedhor që hetohet dhe Pjesë po ishte një informacion që ju keni, apo blihen vota, apo zhvillohen sigurisht që ne kena me emra dhe shpejt do të kena denoncime me emra, do të kena denoncime me iniciale publikisht dhe me emra dhe me emra në dosje që në qojnë në spak, pavarësisht por pikpyetjeve a do kenë ndikim në zgjedhjen e marrë? Kjo shpjegoj. Pjesa e bandave, përveç disa elemente që tashmë janë të burgosur të bandave të Shkodrës, është edhe një pjesë tjetër që vazhdon me kanë lirë dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre. Por ka diçka. Ata kanë kuptuar që Celebration ka seriozisht, Partia Demokratike ka seriozisht dhe mendimin tim janë të negociu largimin e tyre. Kjo do të thonë që jemi thjesht dhe s'ka asnjë problem bandët kanë frikë për nesh dhe kanë me lanë terrenin ndjeshëm. Rama ka përdorur çdo instrument për me manipulu zgjedhjet, e ka tregu qysh në votën e diasporës, ashtu e tregu çdo ditë në fushat tona elektorale dhe pa tjetër që ka me përdorë edhe ne të fundit pra që këto veprojnë pra me blenin e votës, me manipulimin e votës. Gjithsesi ka një element kryesor, pra siç e thash, e para po nihet që Partia Demokratike është ardhur në pushtet dhe kjo i tmerron siç e tregova më përpara bandën për një veprim me tanë motorët nes gjatë që kanë bën 2021 apo në 2023 po ne nuk kishim as sipër partinë gjatë që në Shkodër që ju përmend ku zgjedhët të vollën dhe përfaqësuesi i tyre vazhdon sa për drejtuar bashkinë e Shkodrës. Dhe elementi tjetër është që ato e dinë që nuk negociojnë me Celebration. Dhe në këtë sens, ato po largohen një farë mënyrë dhe aktiviteti i tyre është shumë e vogël. Ato të veprojnë, po patjetër që do të veprojnë, ne jemi vështirë në parë për me mbrojtë vota me gjitha instrumentat ligjore. Të flasim pak ndoshta pa dorashka se kjo ishte edhe ajo pjesa që ka karakterizuar gjithë fushatën tënde, po vetë në PD është gjithmonë ka njerëz me integritet të lartë apo ka dhe është kthyer ndoshta në një karikaturë politike. Ndoshta, karikaturë politike s'mund të thonë, sigurisht që Partia Demokratike po flas për degën Shkodrë për shembull, unë nesër deputeti i Parlamentit Shqiptar, një nga misionet e mia do të ishte patjetër edhe reformimi i Partisë Demokratike Shkodrë. Partia Demokratike në rrugë kombëtar për mua është një parti politike e cila meriton gjithë respektin e shqiptarëve sepse arriti me pa me jetu opozitarizëm në Shqipëri dhe kjo nuk është fat. Se mos harrojmë atë figura që ndoshta kishin vënë gjithçka në PD, le të kthehemi ndoshta te Shkodrës, dipi Shkodrës, po pastaj shohim një rikthim në skenën politike. Ka fjalë për zëvin ato pa. Tjetër, se jo. Në politik, unë shoh si në ekonomistin ta Gjëmej, se ishin ndoshta ishte ka figura që i prishin më shumë punë se çdo. Po, patjetër, dhe ka kostot e saj politike, vazhdimin e karrierës së saj në Partinë Demokratike, një farë mënyrë nuk ka atë potencën e figurës së saj që kishte para se të note ky episod. Gjithsesi bëmë në figura përveçme, nuk e kam si problem, mund të më analizoj me radhë, por ideja është Partia Demokratike funksionon si një trup. Dhe siç e thash, politika është kërkesë ofertë. Pra, një moment caktuar kërkohet një model politik dhe ajo matet me, do të thënë, oferta është një model politik dhe ajo matet me kërkesën që ka publiku shqiptar nëpërmjet votës. Unë nuk dua të fokusu projektor tek gjërat që nuk funksionon në Partinë Demokratike. Unë dua të fokusu projektorin tek gjërat që funksionon në mënyrë shumë surprizuese edhe për mua si shumë i vjetër në thojza në angazhimin tim politik, siç është për shembull departamenti Brain Game, një grup elitar, intelektualsh, idealistësh dhe nuk janë të vetmin që janë afruar Partisë Demokratike. Unë them shpesh, në 3 vitet e fundit nuk kishte asnjë arsye me çmëruar Partinë Demokratike ose me u afruar Partisë Demokratike. Pikërisht ky grup idealistësh të gjithë mesin gjithë motor, unë jam një prej tyre, unë jam një prej atyre që janë kthyer dhe kanë sjellë me bë Brain Game në kuptimin e parë të fjalës, Andi Mustafa po ashtu, janë në Shqipëri për mua angazhuar në betejën elektorale që quhet betejë patriotike. Kuptimin e parë të fjalës po zëvon metaforë. Sot është betejë patriotike dhe sot
Partia Demokratike ka ofruar sa me bindje plot patriot më të mirë politik shqiptar. Le të ndalemi të bëjmë një analizë shumë të shkurtër të departamentit Brain Game. Për mendimin tim, Tedi dhe Andi janë dy figurat më karizmatike Mos sot. harron që ishin edhe Partisë. themeluese, Po. një ndër Dy po, figurat po, kryesore të Brain Game të Partisë Demokratike. Andi jashtë listave për 1001 arsye, Tedi kandidon në Shkodër. Tani, në këtë mori rikthimesh figurave të vjetra, në këtë mori lista është mbyllura që mund të themi që nuk ka pasur një mbështetje të madhe në opinionin publik. Kandidimi i Tedit në listë hapur është dhe një ballafaqim i tesh brenda Partisë Demokratike. Sepse Tedi është një figurë që për mendimin tim po bën fushatën më të bukur në gjithë Shqipërinë. Ta themi hapur. Kemi shumë kandidat, kemi tolerancën në Absolutisht, por nga mënyra se si po zhvillohet është kandidatura më unikale në gjithë Shqipërisë. Në gjithë Shqipërinë nuk është thjesht se po ndodh këtë një muaj, është një kalvar 3-4 vitesh që ka filluar publikisht. Është një punë konstante. Dhe përballë Tedit brenda Partisë Demokratike ndodhet një figurë si Bars Fahia, i cili le të themi realitetin është një figurë që ka qenë e konsoliduar Partia Demokratike të Shkodrës, ka qenë dikur kryetar bashkie në zgjedhjet e 6 të famshme të 6 marsit, cilët ai arriti të fitoj, por që humbi përballë Benet Becit. Ku opinioni publik thotë që një ndër arsyet kryesore të humbjes ishte arroganca qeverisëse. Tani kemi përballë dy modele politike të Partisë Demokratike. Dhe unë mendoj që kjo zgjedhje do ketë përbëj shumë me fatin e Partisë Demokratike. Ky do të jetë një barometër shumë i rëndësishëm, i cili do të flasë shumë për Partinë Demokratike dhe takmen e saj. Ky është një koment cili unë doja ta bëja për ti mund ta interpretosh dokumentin. E para unë nuk kam përballë Parspein, kam përballë një ekip anonimsh dhe një ekip që funksionojnë që janë funksion. Po për votat e demokratëve janë përcaktuar se kush do të marrë mandat. Sera edhe tek votat, mund më kanë dhënë edhe zoti Spajen në Parlamentin Shqiptar. Unë bardhë dhe gjithë ato 15 kandidatë për deputet të Partisë Demokratike kena përballë një listë anonimsh, një listë që është në shërbim një partie politike që i ka bë më qirë dhe në Tiranës në 35 vite. Dhe përballen si dy modele në para kena me ta. Për sa i përket profileve brenda llojit tonë, brenda asaj listës tonë, sigurisht që ka vend për eksperiencë, ka vend për rini, ka vend për për personalitetet që përfaqësojnë komunitetet në ndryshme dhe realisht lista e Partisë Demokratike është një listë shumë përfshirëse dhe gjithë përfshirëse. Bars Fahia, do ta harrojmë gjithashtu që ka qenë një person që ka pranuar betejat e panujtura, për shembull si shkolla beteja 6 marsit dhe ka filluar. Ka qenë një person që gjithmonë ka qenë pjesë e por që humbi për shkak të arrogancës së qeverisë këtë bashkëkohore. Unë them që një nga arsyet kryesore që është duke ka qenë funksionimi kapilar i bandave gjatë gjithë qeverisës dhe hinër personazhe që kush po mund të thonë i ka shkuar trafitjes që pasën i kanë rënë. Si njeri është njeri shumë i respektuar. Por politikisht ka shfaqur një arrogancë qeverisëse. Dhe këto janë opinionet përgjithshme. Unë di diçka që nuk është nga sondazhet. Pse nuk e morën bandë 32 vite shkollë? Unë di që për herë të parë në 2023 kishte makina me blinda që shoqëroheshin nga njëra qendër votimi, tjetra qendër votimi, pra gjithë procesin zgjedhor do njëjtë nga bandët. Tash unë as nuk jam provuar në qeverisjen e Bars Fahis apo kandidaturën e tij, se në fund ditë kemi një konkurrencë ose profesionistë të konkurrencë. Të shpjegoj pse sepse unë dhe ai dhe gjithë tjerët në listë kemi një betejë shumë më të madhe se sa beteja modeleve në anësh. Unë e kam krijuar rutimin e politikë. As nuk më pengon, as nuk më avancon një kandidat apo një kandidat tjetër. Ne, në gjithë grupin që u përmend këtu përpara, ne kërkojmë vetëm në mundësia me bë politikë dhe na zhvan mundësia me bë politikë. Dhe sot kam marrë deri te ju. Pra, ju më bëti kompliment që unë thamë që është një vije egzagerum, si fushata më bukur. Ne flasim për realitetin. Siç mund të kemi edhe kritika ndaj tij apo kjo patjetër. Kjo si mendësi politikan shtrik është shumë më e shnetshme se sa beteja e brezave. Rama ju si kandidatin e kollaj.
Por, a di pse konsideron për dy arsye. E para sepse në momentin e parë që partia e tij bën një deklaratë zyrtare dhe merret me xhekin, temperaturën e xhekut me kollarin dhe xhaketën, tregon që vllapar ata nuk merren me çështjen për cilën do i denoncosha, për vjedhjen e fondeve, për orientimin e atyre pak fondeve që i përdoren vetëm tek patronazhistët dhe njerëzit e partisë. Nuk merret me mashtrimet dhe me propagandat që i denoncosha. Dhe me çfarë merret? Me fasadë. Po është një detaj interesant, i lloji pjesa e kollarës e veshjes kostume serioze. Dhe se ti ja përgjigje për sa më pyetje. Pjesa tjetër që ata nuk kuptojnë është peshë që ne kena dhe kjo simbolikisht transmetohet te kostumi dhe te kollari. Kostumi dhe kollari është institucioni që ne do na përfaqësojmë nesër. Pra e kena provu ç'është politika e Bernardetave. E kena provu ç'është politika e çarëve të vet. Sot ne kemi nevojë për njerëz që i funksionojnë, që i shërbejnë institucioneve shtetit me seriozitet. Dhe kjo fillon qysh tek veshja, qysh tek paraqitja. Unë nuk jam këtu me bazë filat modit. Unë jam këtu me përfaqësuar një institucion ku merret tani me kuadra të rëndësishme. Siç duhet, respekti siç duhet. Jo, po ti kanë për persona që na përfaqësojnë. Jo, po tjetër, unë si e lexoj, unë e lexoj si veshje e një shtetari të nesër. Nesër unë tentoj me shkuën në parlament ku merr vendime për dhjetra ose qindra vite të ardhshme. Për të formuar një shtetar në fund ditës duhen numrat. Sa mendoni që do të marrë Partia Demokratike në Shkodër? Unë besoj që kena drejt me ndu shtatin. Dhe kam thënë që vjen të shtatës dhe gjithnjë më tepër koha dhe takimet me njerëz po më japin mua drejt në atë percepcion që kam pasur në fillim të shtatës dhe vazhdoj të konsolidohet si percepcion. Duhet po atë në zgjedhje, duhet po sa më nga ato që vërejt votën dhe këtu i bëj thirrje gjithë qytetarëve që sigurisht që detyra e Partisë Demokratike me mbrojt votën dhe me siguru një proces sa më qetë dhe sa më korrekt dhe sa më të vërtet, por është detyra çdo qytetarit me u bashku nëpërmjet komisionerëve, nëpërmjet mbledhusave, nëpërmjet vëzhguesave, nëpërmjet një angazhimi qytetar për me mbrojt votën që është shumë e shenjtë në përgjithësi, por në veçantë një moment kaq kritik dhe kaq historik sa është zgjedhja e 11 majit ku seriozisht është një pyetje e ardhmja e kombit shqiptar. Tedi, shumë faleminderit për gjithë diskutimin e zjarrt. Tani për mbyllje, ndoshta do të thoja që duke qenë se po flisnim për vizualitetin, e ke ndier vetë ndonjëherë i pjesë e censurës mediatike sepse flasim gjatë gjithë kohës që nuk kemi hapësira të dukura, qoftë edhe për të shprehur të rinj. Shiko, unë kam gjetë dashamirësinë e shumë njerëzve që kanë vlerësuar cilësinë e mendimit ose cilësinë e artikulimit tim dhe kjo është pa diskutim një fenomen që ka ndodhur. Por censura mediatike ka qysh mënyrën se si ndërtohet narrativa dhe këtu fillon censura. Ka probleme a dal as nuk dal. Unë mund dal në televizion dhe mund të jenë vetë pyetje të orientuara në mënyrë tillë që ti më dal keq, por ti nuk mund të më përgjigj për diçka që nuk je pyet. Dhe censura fillon qysh në ato telefonatat në mes të këtyre medjave sovjetike që flasin për lavdinë e Post-Ngromës, deri tek emisionet e darkës ku shpesh pyetjet janë bëna me qëllim për me qeshën seriozitetin e situatës që është këtu, apo me vënë gjithmonë pikpyetje opozitën para se me qeverin. Dhe në këtë tablo të madhe e shoh vetin censuruar si pjesë e opozitës. Unë si individ, realisht kam pas dashamirësinë shumë njerëzve për me shpreh mendimin tim, ndoshta edhe për kontekstit politik, historik që punon këto kohë, ndoshta edhe për forcë grupi që ne kena pas si departament ku kena ngjall një lloj kurioziteti. Mund të ketë shumë arsye faleminderit të censura. Mos ndalo kurrë së foluri, sa do të zhurmshme që të jenë këto kërcënimet apo tentativat, ti beso vetin dhe voto. Tedi. Besoj në atje të Shumë faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq, bashkë do shihemi në podcastin e radhës. Faleminderit që na ndoqët. Faleminderit.